Tash e para punës njerë del Lorda. E dyta punës hapet prajmi me hyrjen e Eglit dhe banorët që janë në kundërshtim me hyrjen e saj, ku është kundërshtim shumë Rozana dhe Laerti. Hapet debati Gertës me Rozanën dhe do t'jepet një klip, më duket se do jepet klipi që Rozana tha do ikin në shtëpia, i 2-3 prajmeve më përpara. Do jepet, më duket se Gjesi ka kërkuar të ketë një ballafaqi me atë, me çaj ka jo? Me Eglin, si që thash del Ola, Jozi me një avantazh, sepse i ka bërë gjithë budallënj, që të pilli lopa. Dhe avantazhi i Gjesi më duket është dhomë, po mund të jetë ndonjë sweet, ndonjë gjë. Është do urohet dhe ditëlindja e Jozit. Rizarta dashuron Aldon, Rizarta hedh dyshimet që Valbona ka qenë këmbgul që Valbona ka pas lidhje me Jozin, këto gjëra kështu. Hajde, çao natë mirë. Aman se edhe ashtu ja, avantazhi Jozit, jo i Gjesi, po ju kur unë them për shembull që ka avantazh se i bëri budallënj ata për sa i përket sfidës me lopën, që i tha që do lindi, do pjelli lopa. Ju duhet ta kuptoni që kam pasur për Jozin. E ngatrova emrin, po çfarë bëj tash? Mendje shkretërua, mendje. E kuptoni vet juve. Gjysma e llafeve që thamun duhet i kuptoni vet. Mundoni edhe një çik juve trurin, jo vetëm unë. Ai çao.